vendosen kufizime për kredin që mund të marrin qytetarët për të blerë shtëpi nga Banka e Shqipërisë. Në konferencën për politikën monetare, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Genseko, tha se do të vendoset një tavan për kredin për shtëpinë. Masat që Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë morën në mbledhjen e sotme kishin të bënin kryesisht me vendosjen e një tavani lidhur me huan, me kredin, në raport me vlerën e banesës, pronës, pra të kolateralit, dhe gjithashtu dhe një tavan lidhur me raportin midis këstit të kredisë dhe të ardhurave të kredimarrësit. Këto tavane janë maksimumi i huas në raport me vlerën e kolateralit për monedhën lek do të jetë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë ose për shtëpitë edhe në qerat. Kjo vlerë do të jetë 75% dhe 70% lidhur me monedhën në valutë të huaj. Po kështu kërsti ndaj të ardhurave si raport do të jetë në nivelin 40%, pra 40% do të jetë vlera e këstit ndaj të ardhurave për monedhën lek, dhe 35% për monedhën në valutë huaj. Kjo është për shtëpinë e parë, për lekun do të jetë 35% raporti këstit me të ardhurat, kurse për monedhën në valutë huaj do të jetë 30% për shtëpinë e dytë ose ato të dhëna me qerat. Punësimi e pagat pritet të vijë në rritje, duke rritur mirëqenien e familjave shqiptare. Rritja e ekonomisë pritet të mbetet e qëndrueshme dhe pranë potencialit, çka do të mundsojë një nivel presionesh të brendshme inflacioniste në linjë me objektivin tonë të inflacionit.